Ka njerëz që qajnë veç në dosh, që busqeshin veç mos me shqetsu dikan, edhe që ndihen barë për me kërku ndim. Tragedia më e madhe është kjo, kur shumë njerëz nuk dojnë me shpëtu vetën. Ata dun veç me u kuptu. Që i thu dikuj atje jashtë i dashur profesor, që është në qëtë fazë? Unë mendoj që edhe këtu pikrish në to që po e thu vjen edhe arsyeja pse psikologë ndihmojnë. Domethënë nuk është psikologu personi i thirrur me gjetë zgjidhje gjitha problemet që i ka personin që kërkon ndihmën e psikologut. Mirë, po personi psikologu mund të më qenë personi i parë që e ka durimin, që e ka dëgjimin aktiv, që e ka kurajon, që e ka atë bashkëndjesin njerëzore me kuptu dikën. Me bashkë udhëtu në ato skutat e errta emocionale të personit që vjen me kërku ndihmë. Edhe ajo që mund thuhet ndoshta me plot siguri edhe në kontekst psikologjik, po edhe në kontekst të pyetjes tënde, është që nevoja për me u kuptu është nevoja më e madhe e njeriut. Nevoja për të parë është nevoja më e madhe e njeriut. Nevoja që dikush me ditë që na për çka po kalojmë na dhe si po ekzistojmë, si po frymojmë, na është nevoja më e madhe e njeriut. Për shkak se fatkeqësisht ndoshta edhe ndërlidhur me ato që tha më herët, ne jetojmë në një botë me gjithat konfliktuoze dhe shumë herët në jetë tek neve krijohen plagë emocionale, tek neve krijohen përjetime konfliktuoze, të cilat duhet t'i mbyllim brenda, të cilat duhet t'i mbajmë brenda dhe të çojmë për to vetëm në dush. Tek neve krijohen cilësi vetit vetës që i kanë urryer dikur të tjerët, edhe më në kur nuk e kemi guximin me shpërfaq ato, me qenë ato, edhe kur dikush na jep çat hapësirë që me u po për ata që jemi, mos me u paragjyku për ata që jemi, me u pranu për ata që jemi, me të mirat edhe me të këqijat tona, thjesht me u kuptu emocionalisht, shpirtërisht edhe në forma të ndryshme, mendoj që këtu fillon shërimi. Njerëzit kanë fillu me vetë diagnostifiku vetën. Nëse nalesh edhe fol me dikant, thot unë kam angth. Nëse e pësën, ku e din që është angth? Kam depresion. Kush të ka shkru, kush të ka thonë? Angthi, stresi, depresioni, janë diçka që ju si psikolog e diagnostifikoni kushtimisht. Çka ju thu njerëzve që ja dhojnë vetës të drejtën, ata nuk e din që fjala ndikon tepër shumë. Përveç funksioneve shkencore që i tha profesori, truri e ka një funksion shumë bazik. Pa ju ngarku me neuroshkencë, e pa ju ngarku me terma shkencore. Truri jëtë i dashur ti. Funksionin kryesor e ka me ta dëshmu ato që ti thu për vete. Nëse ti thu, unë kam angth,